Edhe pse u largua i tradhtuar nga politika, Samir Tahiri është nga ato figura që do të mbahet mend për transformimin e policisë dhe është ndër të paktet ministra që vuri detyrim etikën e komunikimit të punonjësve të policisë me qytetarët. Ato që i rahën krahët brenda partisë së tij i dhanë edhe shtysën përfundimtare duke e çuar drejt burgut. Ky ishte një moment mjaft i vështirë për ish-ministrin, i cili gjatë kohës që ishte në burg humbi edhe babain, të cilin e ka cilësuar si hero në jetën e tij. Izolimi në burg, tradhtia e miqve në Partinë Socialiste dhe braktisja e tyre në një moment kaq të vështirë për të, bëri që kjo mërzitje të ndikonte drejt për drejt në shëndetin e Samir Tahirit, i cili pasi ka dalë nga burgu, është diagnostikuar me një sëmundje të vështirë dhe çdo muaj ka udhëtuar jashtë Shqipërisë për t'u trajtuar në shtete ku mjekësia është shumë avancuar. Por çfarë ndodh sot me Samir Tahirin? Ai nuk shihet më në Tiranë dhe ka muaj që nuk frekuenton as kafen ku shkonte çdo ditë. Burime mediatike bëjnë me dije se Samir Tahiri është larguar nga zhurma e kryeqytetit dhe tashmë po jeton në një fshat të Durrësit. Një shtëpi në mes të gjelbërimit dhe larg ndotjes së ajrit të Tiranës është zgjedhja që ka bërë ish-ministri për të kujdesur për shëndetin e tij. Kjo lëvizje vjen pasi mjekët e kanë këshilluar se ilaçi më i mirë për shëndetin është ajri i pastër dhe qetësia mendore. Me sa duket, jetesa në fshat rreth 40 kilometra larg Tiranës ka qenë zgjedhja e ish-ministrit Samir Tahiri.